Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur përsëri në podcast me Elisën. Siç e dini tashmë, unë jam Elisa Kocaçi dhe sot kam vendosur që të vim me një podcast ndoshta ndryshe nga të tjerët. Titullin të cilët e kam vendosur mendimi për të ndjeshmen dhe shpresa për të nesërmen. Kur shohim ditën e djeshme, shpesh mund të mbajmë në mendje pasiguri, sfida dhe përpjekje të mundimshme, të cilat i kemi kaluar në momente të vështira dhe ndoshta ose na kalon goxha shenja të thella. Por a ka kuptim të mbetemi aty? A mund të mësojmë nga ato ditë dhe të përdorim ndoshta dhe për mësim dhe sigurisht pse jo, mos na bëjnë më të fortë. Dhe tani kur ecim përpara, zakonisht njerëzit ecin me shpresë, sepse siç e them dhe unë, shpresa është ajo që e mban gjallë njeriu. Shpresa është ajo që na mban gjallë, na vazhdon që të mundemi të ecim edhe madje kur diçka nga duket e turpullt. E ardhmja është ende në një fletë të bardhë. Pra, ne nuk e dim se çfarë do shkruajmë, apo ndoshta nuk e dim se çfarë është shkruar për ne. Por ne gjithmonë duhet përpiqemi ta mbushim me mundësi të reja. Sepse në këtë mënyrë, duke dhënë vetes mundësi të reja, duke bërë diçka ndryshe, ti ndërton ndoshta edhe një jetë më të mirë. Ndoshta mund ta bëjmë këtë gjë edhe për të sjellin ndryshimin që ndoshta ne e dëshirojmë thellë brenda vetes sonë. Madje ndonjëherë këto shpresat mund na duken shumë të mëdha për tu arritur ose mund na duken gati të paarritshme. Por unë mendoj, e kam përmendur këtë edhe në podcaste të tjera, që mjafton thjesht një hap i vogël, pra një lëvizje e vogël nga aty ku je, që të ecësh pak me hapa dhe të vegjël, ndoshta edhe me hapa të një vogëlushi të vogël, në mënyrë që ti të shkosh drejt asaj ose të shkojmë drejt asaj që duam të arrijmë. Unë për ditën e djeshme, por duhet mësoni sigurisht nga ajo, por mos harroni kurse shpresa juaj për të nesërmen është vërtet dhe realisht ajo që mund të na drejtojë dhe mund të na çojë më përpara. Dua t'ju falenderoj shumë që ishit në këtë episod të radhës me mua dhe shihemi në episode të tjera. Ju përqafoj. Mua!